Kryetarja e Bashkisë së Shkodrës në intervistë për mediat i është përgjigjur deklaratave të ministrit të jashtëm Ditmir Bushati. Ademi gjatë intervistës dhënë për mediat i ka kujtuar shkodranëve se kush është Ditmir Bushati. Djali i Sul Bushatit është babai i tij për të gjithë. Ka qenë një ndër njerëzit që ka përsekutuar edhe familjen time dhe familjet e shumë qytetarëve të Shkodrës. Unë kam nevojë ta them sepse të gjithëve duhet na ngulitet në mendje dhe mos ta harrojmë kurrë. Ademi ka folur edhe për 2 projekte të veturës së Bunës dhe rikualifikimit të liçenit të Shkodrës. Meqense ne kemi dërguar, ne kërkojmë që të bëhet një rekonstruksion i plot dhe shpresoj që të jetë i tillë sepse do të ishte një zgjidhje përfundimtare e çështjes së punës për të gjithë qytetin e Shkodrës. Ne në Këshillin e Bashkisë së Shkodrës, bashkë me të gjithë këshilltarët e të gjitha forcave politike, kemi miratuar një marrëveshje në bashkëpunim dhe kemi vendosur me Fondin Shqiptar të Zhvillimit, ku kemi vendosur të vendosim edhe një pjesë të parave të buxhetit, një përqindje të madhe për projektime. Është mundësuar që tashmë në shumë pak kohë ne do të kemi projektimin e realizuar nga Bashkia e Shkodër në bashkëpunim me Fondin Shqiptar të Zhvillimit edhe me fondet e Bashkisë Shkodër për të gjithë rikualifikimin e të gjithë zonës së bregut të liçenit të Shkodrës. Tashmë puna ka nisur dhe deri më tani janë kryer 2 konsultime me Universitetin e Shkodrës dhe me specialistë të mjedisit në sallën e qytetarëve që kemi në Bashkinë Shkodër për këtë.